Denis Qoka, një emër i njohur i futbollit shkodran me disa skuadra, me herët dhe sfundi edhe titullar tek futsalla e Vllaznisë, por këtu në këtë turneu aktualisht sapo u mbyll, është si përfaqësues, si trajner i ekipit Elita Shkodane, ndër më të mirë të turneut keni në dorë këtë kupë. Turneu ato këton 2025, urime për suksesin si trajner. Ignaqur? Faleminderit Zgaç. Normalisht si ekip i ri si jena, se s'ka shumë pak kohë që jena organizu, jam shumë i kënaqur, pavarësisht si veni dytë, po jam shumë i kënaqur me grup moshat, me fëmijët, me të gjitha. Një detyrë që e ushtroni si trajner krahas edhe aktivizimit në futsal. Natyrisht se kjo i jep edhe me tepër kënaqësi. Trajnimi është diçka tjetër për me anë të lujtën. Është diferencë, po kënaqësia është shumë më e madhe. Këtu si trajner, normalisht si këtë bëj me një ekip, kurse të futsalla diçka ndryshe. Por pavarësisht kësaj, të dyja janë kënaqësi të veçanta. Diçka për ekipin tuaj që trajnoni, pra keni fituar edhe kupën pa elemente perspektives? Te grup mosha U13, si jena, edhe kupa tregon që kena disa fëmijë që janë shumë talentum, edhe kam besim si disa prej tyne mund të arrijnë edhe Vllaznin po si po, edhe diçka më shumë, sepse kanë shumë talent, edhe me punë normalisht, si po s'pati punë, po s'pati përkushtim, çdo gjë anullohet, kështu që besoj si edhe kam besim. Vetë emri i klubit tuaj, Elita Shkodrane, mjaft simbolik, të tërheq vëmendjen. Keni goditur në shenjë? Ashtu jena mundu e tamam Elitë, se kena një farë grup moshe të cilat kena 9 lojtar, që janë pjesë e kombëtares rajonale të Shkodrës, kështu që normalisht i kena tamam Elitë. Edhe pretendojmë edhe kampion me dalë si mjet me këtë grup moshë. Ja lajmë fush gjë. Mund të cilësojmë disa emrat perspektives nga ekipi juaj? Emrat është i fije problem, si dikuj met hate, i dikuj si met 3-4. Po, edhe ata si fitunin, për shembull mund ta përmendim vetëm Roel Reksa, i cili është një lojtar të mori çmim, i cili bën me të vërtet bën diferencën, po thojmë për këtë grup moshë. Edhe kështu që kemi edhe emra të tjerë, Ergeton Zefi, Edvin Danaj, kemi si Drejt Hoxha, kështu që mas harroj edhe një, po thuj se këta janë si po më vinë nërmen, po kena tamam elementat mira, që shpresojmë që të rritin. Për të qenë rregull me gjithë, formacionin shumë shpejt që se mani. Formacionin Kalmi, atëherë vazhdoj me Regisin, Tukun, si Drejt Hoxha, si thash, Edvin Danaj, Ergeton Zefi, Kevin, Alibali, Roel Reksa, se jena bo më falë një kush e kam arru, po për momentin këta po më vinë nërmen. Shpresojmë që keni përmushur disa me kërësorë, dhe së fundi, Denis, shumë shpejt. Edioni, i cili është Krasniqi, një element shumë i mirë edhe ai, cili arrova, ka shumë elementa. Thash shumë shpejt do të startoj kampionati kombëtar i futsallës dhe Vllaznia si kampione e Shqipërisë në futsal, po përgatitet intensivisht për sezonin e ri. Normalisht, si ekip kampion, ne jemi ata që duhet mundim, që është një borë e madhe, pasi jemi kampion edhe jemi detyruar, si thuhet, të ruajmë këtë titull. Pavarësisht gjana, ne po organizojmë atë herë një javë seanca stërvitore. Gjithmonë shpresojmë që të jemi në gjendje të më mirë, se kena edhe dëmtime, kena gjana, po shpresojmë të arrujmë titullin. E vështirë është, po shpresat kam, se kena një ekip matë kullit që dërumë, pjesëmarrja janë champions, nga ka shërbi shumë, e shumë gjana tjera. Suksesit Denis. Faleminderit.